Mirë, po e shohim kështu edhe temperaturat për vendin tonë gjatë ditës së djeshme, e pam që patëm kogja reshje shio, ashtu siç u mëndosua edhe siç e tham se do të kemi reshje gjatë ditës, edhe gjatë ditës kemi pas mjaft reshje shio, po filloj kështu me Mitrovicën ku temperatura maksimale gjatë ditës do të arrijë në 18, Prishtina 18, Gjilani 20 gradë, Ferizaj 18, Prizreni 19 gradë, Gjakova 19 dhe Peja temperatura maksimale gjatë ditës do ta ketë 19 gradë Celsius. Vende këto të cilat në disa vende do të ketë rrezë dielli, edhe po ashtu në disa vende do të ketë edhe vranësira, por edhe me reshje shio. E sidomos në Prizren, Gjakovë, Pejë dhe Ferizaj do të ketë reshje shio. Mirë, gjatë këtyre 3 ditëve të cilatve që kemi në vazhdim, e kemi pa që temperaturat nuk do t'jenë mjaft të ngrohta, por mbi gjitha mos harrojmë se kemi cekit në fillim se jemi në pranverë, në pranverë na pret ky moti, pak me shi, pak me diell, pak ftoft, një mot mix. Po shkojmë pishojmë temperaturat minimale në vendin tonë, që po e filloj kështu me Mitrovicën ku temperatura minimale për Mitrovicën është 9 gradë, ndërkaq në Prishtinë 9 do t'jetë, edhe në Gjilan minimale do t'jetë 9 gradë. Në Ferizaj 10, në Prizren 11, Gjakova dhe Peja, po ashtu temperatura minimale do ta kenë 11 gradë Celsius. Temperatura kështu, të cilat më larta sa i përket ditës së sotme do ta ketë Gjilani me 20 gradë Celsius me temperaturën maksimale. Hajde shkojmë shohim Shqipëri, edhe shohim se çfarë moti do të ketë atje, a do të kemi mot të ngrohtë sa i përket Shqipërisë apo do të kemi mot të njëjtë. Sapo shohim grafikën, në disa vende ka rrezë dielli, por mbi gjitha në shumicën e vendeve me vranësira dhe reshje shio, po e filloj kështu me Shkodrën ku temperatura minimale është 13, ndërkaq maksimale gjatë ditës do të arrijë në 17 gradë Celsius. Kuksi temperatura minimale ka 10 gradë, 18 maksimale. Në Lezhë temperatura minimale 14 e maksimale do të arrijë në 18 gradë Celsius. Dibra temperatura minimale ka 10 gradë, ndërkaq maksimale 16, në Durrës temperatura minimale është 13 gradë, ndërkaq maksimale do të arrijë në 17 gradë Celsius. Tirana temperatura minimale ka 14 gradë, ndërkaq maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Elbasani temperatura minimale ka 12, ndërkaq maksimale 17. Në Vlorë temperatura minimale është 14 gradë, dhe ajo më e larta gjatë ditës do të arrijë në 19 gradë Celsius, në 18 gradë, kërkoj falje. Ndërsa në Korçë temperatura minimale është 9 gradë, ndërkaq maksimale 15. Gjirokastër temperatura minimale 11, ndërkaq maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Në Sarandë kemi temperatura minimale 14 edhe më e larta do të arrijë deri në 18 gradë Celsius. Si vendi më i grotë sa i përket temperaturës maksimale në Shqipëri do të jetë Tirana, e cila do të ketë 19 gradë Celsius, e ato më të ngrohta sa i përket minimales do e kemi Lezhën, Tiranën, Vlorën dhe Sarandën me 14 gradë sa i përket temperaturës minimale. Pavarësisht këtyre reshjeve të shiut edhe këtyre vranësirave të cilat po i shohim edhe në grafika, moti po na tregon që nuk do të jemi të shprusë sepse kemi temperatura të larta edhe ajri është i ngrohtë pavarësisht reshjeve edhe krejt kohës, vranësirave dhe krejt këto. Ne kemi thënë që moti na ndikon në gjendjen tonë, por megjithatë të kemi shpresë sepse moti dita ditës mund të rregullohet. Hajde shkojmë në Maqedoni të Veriut, edhe të shohim se çfarë moti kemi atje. Po më duket që të 3 vendet do të kenë më të njëjtë edhe më të afërt me njëri tjetrin, sepse e dim që në Shqipëri shpeshherë dim na befasu ashtu me temperatura të larta, por që këto ditë e kemi pasi të njëjtë në Maqedoni edhe në Kosovë. Po shohim që Maqedoninë e Veriut ku në Tetov temperatura minimale është 12, ndërkaq maksimale 19 gradë. Kumanova 11 dhe më e larta gjatë ditës do të arrijë në 21 gradë Celsius. Struga temperatura minimale ka 8 gradë, 13 do të jetë më e larta, 11 Gostivari temperatura minimale, ndërkaq maksimale do të arrijë në 19 gradë Celsius. Shkupi temperatura minimale ka 11 gradë, ndërkaq maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius.
Temperatura kështu ku gjatë ditës së sotme në Maqedoni të Veriut temperatura më e lartë do të jetë në Shkup, e cila do të arrijë maksimalen me 21 gradë Celsius. Edhe që i pasmi pak ato rrezet e diellit sa i përket vendit në Shkup. Hajde shkojmë shohim Evropën, edhe të shohim se çfarë moti kemi atje, a kemi më të ngrënë sa i përket Evropës, a mund shkojmë vizitojmë fakt vendet e pas parasysh që tashmë Ramazani po kryhet, nuk është që kemi atë situatën që nuk mujmë shku se jemi me Ramazan ose diçka tjetër, tashmë mujmë bo një plan dhe shlir vikendit me kalu në vendet në Evropë të cilat i dim që disa prej vendet dhe se veç shkojmë i vizitu tash, kanë çmimet më të ulta. Po e shohim shumë grafikën e Evropës, e në disa prej vendeve po e shohim që ka lulëzuar dielli, kështu t'i themi, edhe që në disa vende ka më shumë rrezë dielli se sa vërësira dhe reshje me shi. Po e filloj kështu me Lisbonën, ku temperatura minimale është 10 gradë, gjatë ditës maksimalja do të arrijë në 19 gradë Celsius. E temperatura në Madrid do të jetë minimalja 5 gradë, maksimalja do të arrijë në 16 gradë Celsius. Temperaturat në Dublin, minimalja do të jetë 4, maksimalja 13. Në Londër, temperatura maksimale do të jetë 14. Në Berlin, 16 maksimalja. Në Bruxelles, temperatura maksimale 15. Varshava do të ketë temperaturën 14 maksimalen. Gjeneva, 15. Në Paris do të arrijë në 16 gradë Celsius. Në Vjenë, 15 gradë. Në Prishtinë, Shkup dhe Tiranë veç e tregum se çfarë moti do të kemi, ndërsa në Rum 19 gradë Celsius dhe Athina pashtu do të ketë temperaturën maksimale gjatë ditës 19 gradë Celsius. Temperatura kështu edhe në Evropë, që pas kemi mjaft të ngrëta sa i përket ditës së sotme. Hajde shku me shohim Prishtinën për 3 ditët e ardhshme, edhe të shohim se çfarë moti na pret në këto 3 ditët e ardhshme, sepse gjatë ditës së djeshme e pam që në 3 ditët e ardhshme moti veç kishte rënje të temperaturave, por ngritje jo. Po e shohim edhe kështu në 3 ditët e ardhshme, situata fillon të jetë e njëjtë, pasi që me 25 mars temperatura minimale do të jetë 9 gradë, maksimalja do të arrijë në 13 gradë Celsius. Me 27 mars temperatura minimale është 6 gradë, e ndërkaq maksimalja do të arrijë në 14 gradë Celsius. 28 mars temperatura minimale do të jetë 4, e ndërkaq maksimalja do të arrijë në 11 gradë Celsius. Temperatura kështu të cilat veç po kemi ulje edhe rishje shio në 3 ditët e ardhshme, por megjitha jo dëshpruese, sepse e dim që kemi pas mot në minus gradë Celsius, edhe jemi duke shku nga vera, na presin temperaturat edhe më të ngrata. Mirë, dhe do ashtu shikues, kjo ishte sa i përket motit për ditën e sot.